Ju është nga vitin 2013 mas marrëveshjes së Brykselit, një pjesë me plot territori dhe me njerëz e shtetit e Kosovës. Me vitin 2013, me shantazhime, kërcënime dhe insistime nga Beogradi zyrtare, përmes lista srpska edhe tabaxhiat e ndryshme nga lista srpska, serbt e kanë hinë në procesin masive në procesin e integrimit në shtetin e Kosovë. Edhe erdhë marrëveshja e Brykselit, në të cilin jetojmë pasojat ose të mirat e atë marrëveshjes. Që do me thonë, ne kemi sot e veriun e vendit, veriu e Kosovës si veriu e vendit, faje e atë marrëveshjes nënshkruar nga ish kryetari i shtetit e Kosovës, zotri Hashim Thaçi. Këto që e kemi sot, ne kuptojmë që Serbia vetë është në atë pozit mas nënshkrimin e planit franko-gjermane edhe aneksat e Ohrit, edhe mas nënshkrimin e planit e implementimin e marrëveshjes e Brykselit, ne e kemi ato që e kemi sot. Çka na tregon ajo? Jam i sigurt si gazetar nga veriu e vendit, ku jam brenda komunitetin tem, ku jam edhe brenda si qytetare e ketë shtetit, që shumica nga ata janë i mashtruar nga ana e Beogradit zyrtare. Me parollat e ndryshme, Kosova është pjesa e Serbisë. Por njerëz që do me thonë, si kur kryeministri ynë që jetu emru atë trupin elektorale, analfabetët, shumica edhe nga trupi elektorale, nuk është pahiri trupi, sepse nuk kanë kry, nuk janë të mendu vetë, veç janë të hongër propagandën e ndryshme nga Beogradit, janë i zgjuar tash, sepse Kreshniku do këtë din ma e mirë se unë e ketë, por në nenin e parë e planit franko-gjermane është shkruar që nuk ka mundësi Serbia me vazhdu në Kosovë me dokumentë.